Ajo që po ndodh në zemër të Tiranës, pranë ish Hotel Sheratonit, nuk është thjesht një histori ndërtimi, por një histori që sfidon logjikën, ligjin dhe çdo qytetar që ka paguar gjobë për një mur të oborrit. Ndërsa njerëzit e zakonshëm shemben, ndëshkohen dhe ndigjen penalisht për ndërtimet më të vogla, Shefqet Kastrati ndërtoi pa leje një nga projektet më të mëdha të dekadës dhe askush nuk foli. Askush nuk ndërhyri, askush nuk guxoi. Pamjet satelitore flasin vetë, punimet nisën në vitin 2019, Vinçi u ngrit, gërmimet filluan, kantiere të tëra u hapën, por lejet e ndërtimit u dhanë vetëm në 2021 dhe 2022. Pra ndërtimi nisi me vite të tëra përpara se bashkia të thoshte po, dhe ndërkohë që kantieri rritej, asnjë tabel punimesh nuk u vendos ndonjëherë, sepse tabela do të tregonte datat dhe data do të tregonin të vërtetën. As IMT nuk ndërhyri. Në 2 vite punimesh ilegale, askush nuk kontrolloi. Në dokumentet zyrtare thuhet se nuk kishte ankesa, pra nëse ti nuk denoncon, ligji fle. Por kur pas ndërtimit qëndron një emër i madh, ligji fle edhe kur ti uret. Në 2021 projekti ndryshon brenda natës, sipërfaqja shtohet nga 69.000 m2 në 108.000 m2. Kati maksimal rritet nga 13 në 15, edhe nën toka shtohen, por ndërkohë, punimet ishin shumë përpara çdo miratimi. Kullat rriteshin, betoni ngrihej, struktura dilte në 14 kate para se leja të ekzistonte. Në të njëjtën kohë, marrëveshjet me emrat e mëdhenj të hotelerisë, Hyatt dhe Hilton, shpalleshin si kronik suksesi, por vitet kaluan dhe dyert e këtyre hoteleve nuk u hapën kurrë. Data e hapjes shtyhej, zhdukej, rikthehej sërish e ndryshuar. Një marketing i fuqishëm që krijonte imazh, ndikim, mbulim, ndërsa ndërtimi vazhdonte i qetë, pa askënd që kërkonte llogari. Taksat e infrastrukturës rreth 1.6 milion euro, por askush nuk tregon kur janë paguar, si janë paguar, apo pse bashkia nuk dha asnjë informacion. Dhe ndërsa qytetarët e thjesht dënohen për një garazh të vogël, ndërtimi më i madh i kryeqytetit u ngrit pa leje, në sytë të gjithëve, pas një inspektim dhe pas një frenim. E gjitha kjo, ndërkohë që Shefqet Kastrati zgjeronte një nga asetet më ikonike të Tiranës, ish Sheratonin, në një histori ndërtimi ku ligji u anashkalua, transparenca u shmang dhe faktet u lanë në heshtje. Në fund mbetet pyetja që çdo shqiptar duhet ta bëjë. Sa vlen ligji kur përballë ke një qytetar të zakonshëm? Dhe sa vlen ligji kur përballë ke Shefqet Kastratin?